Shqipëria do të luajë të shtunën në Leskovac kundër Serbisë në një ndeshje deri diku të pazakontë për ambientin dhe frymën që po krijohet në këto ditë të fundit para sfidës. Veç vendimit për të ndryshuar stadiumin, Serbia ka marrë të tjera vendime të rëndësishme për të synuar mbërvajtjen e ndeshjes dhe një ndër to është mbyllja e tribunave pas sporte. FIFA ka dënuar Federatën Serbe me mbylljen e stadiumit 20%, por i ka dhënë mundësi që në këtë ndeshje të mbush këtë tribun me organizata që luftojnë racizmin, diskriminimin me fëmijë ose me student. Megjithatë, serbët kanë preferuar të mos rrezikojnë asgjë dhe 2 tribunat pas sporte do të jenë të boshatisura. Në vend të tifozëve janë vendosur 2 flamuj të mëdhenj të Serbisë dhe një mesazh jo racizmit, po lojës së drejtë. Një tjetër vendim i rëndësishëm është ndalimi i simboleve shqiptare. Në tribuna nuk do të lejohet asnjë flamur shqiptare ose simboli i Shqipërisë, teksa vetëm fanellat e lojtarëve do të jenë me flamurin ton kombëtar, por ndryshimin e madh mund ta bëjë sulmuesi Mirlin Daku. Ky i fundit ka në shpatull një tatuazh që i dedikohet komandantit Katanës, dhe shpeshherë serbët kanë pasur edhe reagime për këtë tatuazh, duke e konsideruar si skandal, por nëse në ndonjë rast Daku do t'i griset fanella nga futbollistët serb në 2 luftime për topin, atëherë komandant Katana do të zbresë në fushën e blertë. Trajneri Dragan Stojkovic ka mbajtur konferencën e tij poshtyp në prag të ndeshjes me Shqipërinë. Tekniku i Serbisë shprehu besimin te fitoria, ndërsa i pyetur për vërshëllimat në ndeshjen e kaluar në Serbi, nuk i lidhi me sportin. Stojkovic përmendi sërish atmosferën në Tiranë, kur zhvillua ndeshja e mbyllur në barazim pa gola. Matej mbylli konferencën duke shtuar se e di si do të luajë Shqipëria. Pritshmërit, para së gjithash, kemi një ndeshje të vështirë Shqipëria, një ekip i mirë dhe presim të fitojmë. Kjo është nga ndeshjet më të rëndësishme për sa i përket vendosjes në grupin ton. E dim rëndësinë dhe kështu përgatitemi për ndeshjen. Është e rëndësishme që lojtarët të jenë të qetë, të përqendruar, e presim ndeshjen të gatshëm për të dhënë më të mirën ton. Jemi të lumtur që jemi përsëri në Leskovac, mendoj se kushtet do të jenë të shkëlqyera. Mitrovic, muajin e kaluar ai nuk ishte në formë të mirë fizike, në ndeshjet që duhetëm në shtator, më lejoni t'ju them, ai ishte pa ndeshje për 3 muaj, dhe tani është një histori tjetër. U pa këto ditët e fundit në stërvitje, sigurisht që ai do të jetë në ekip, do të jetë titullar, ai është kapiteni ynë. Vërshëllimat, sa shumë do të më ndihmojnë, është e rëndësishme që të fitojmë ndeshjen dhe atëherë ndoshta do të jem hero i kombit. Ato fishkëllima që ndodhen, sipas mendimit tim, nuk janë për sport, ka një konotacion politik dhe nuk më intereson. Mohabiti, gjithçka doli të ishte e pakuptimt, por në fund nuk ka rëndësi. Po mendojmë se si të fitojnë ndeshjen nesër. Tifozët vinë për të brohoritur për Serbinë, për të treguar dashuri për kombin dhe djemt. Do të përpiqemi të jemi të qetë. Rajkovic dhe Samardžić. Jam i qetë dhe mendoj se do të jenë edhe nesër. Nuk kam ushtruar kur presion mbi veten, kam bërë gjithçka që munda për të përgatitur djemt, të cilët gjithashtu duhet të jenë të qetë. Sa i përket skuadrës e di, por mund ta them, nuk ka dilema për 11 titulare. Pata një bisedë me Samardžić dhe Kostić, pres më shumë. Sa i përket Rajkovic, nuk do i filloj ndeshjen. Mendoj se Petrovic e meriton aktualisht. Është e rëndësishme se Rajkovic e shkëtua, ishte zëdhënës kapiten dhe një njeri që respektoi jashtëzakonisht. Sakrifica dhe fryma e tij kolektive janë të paçmueshme. Është mirë që ai të ftohet të jetë pjesë e ekipit, por Petrovic meriton të jetë numri 1. Të rinjt, po hapim hapësira për disa lojtarë, tu jepet një shans, jam i kënaqur. Mitar është këtu për të dëshmuar që djemt kanë treguar cilësi dhe motivim në këto pak ditë, gjë që është absolutisht normale. Jam i lumtur që i ftova me të drejtë të jem pjesë e ekipit ta. Me talentin dhe sjelljen e tyre në fushë, ata kanë treguar se e meritojnë të jenë. Jam i lumtur që kaluam pak kohë së bashku, ata djem përfaqësojnë të ardhmen e futbollit serb. Atmosfera? Atmosfera atje ishte, siç thash, argjentinase. Ishte mirë të luajë edhe pse dikush e përcolli në një kuptim negativ. Ne u ngritëm nga ajo situatë, nuk ishte e dukshme asnjë tension për sa i përket nesh. Ishim të përqendruar, e kontrolluam ndeshjen, u dhëm një penallti për shkakun ton, nuk e meritonin. Kjo ishte një pjesë integrale e ndeshjes. Petrovic na shpëtoi atje, për çdo gjë tjetër ne ishim në një nivel. Kjo ndeshje nuk është e njëjtë sepse tani ata janë mysafir, nuk kanë mbështetje nga tribunat dhe ne si pritës duam të tregojmë cilësitë tona duke luajtur një lojë konkurruese.
Mendoj se do të fitojmë, por duhet të jemi të duruar. Nuk kam dyshim se lojtarët do të japin gjithçka që munden në atë moment. Dëshirat? Në afatin kualifikues të tetorit, duam të kemi performancë maksimale, do të bëjmë gjithçka për të arritur atje, 3 pikë kundër Shqipërisë edhe 3 pikë në Andorra. Duam të bëjmë kombin të lumtur me këto rezultate dhe kjo është e gjitha për të cilën po mendojmë. Sigurisht që mund të presim një lojë ofensive. Shqipëria? Ata mund të na surprizojnë për sa i përket formacionit titullar. I dim dy ndryshimet që do të kenë, por nuk besoj se do të ndryshojnë diçka në këtë aspekt. Do të kenë rotacion për shkak të lëndimeve, por nuk do të ndryshojnë në sistem. Do të luajnë me 4 në vijën e mbrojtjes, kjo është e sigurt. Kur është kaq e rëndësishme të gjithë kërkojnë të tregojnë cilësinë që kanë, dhe që ajo cilësi të jetë në avantazh. Futbolli është një lojë dhe nuk mund ta mençosh se çfarë mund të ndodhë. Zoti na ruajt me një karton i kuq, pastaj gjithçka shembet, do të bëjmë gjithçka për ta paraqititur Serbinë si duhet, dhe tha trajneri serb në konferencën për shtyp.